Përshëndetje nga një vlogmas tjetër. Unë sapo kam ardhur në shtëpi sepse kisha dalë për të bërë pak pazar, edhe do ju tregoj shpejt e shpejt se çfarë kam marrë sepse e kam bërë gati gjithë vendin për të bërë disa reelsa që më duhen për Instagramin, por edhe për këtu në YouTube ku do bëjmë disa receta shumë interesante për Krishtlindjet, duke qenë se sot është data 20 dhjetor dhe jemi 4 ditë para Krishtlindjeve edhe duhet të japim ide të ndryshme recetash. Fillojmë pa humbur kohë. Kam marrë një qumësh sepse më duhet për receta. Të gjitha këto që kam marrë më duhen për receta. Tani shikoni çfarë kam marrë. Kjo nuk duhet për receta, këto janë geta mishi, i mora këtu tek lagje të thjeshta, duke qenë se nuk kisha në shtëpi dhe më duan për nesër, sepse nesër në darkë do shkojmë tek festa e organizuar nga puna që un kam qenë tek televizioni Klan. Edhe do jemi aty bashkë me vajzat e tjera, duke qenë se unë kam gati 3 vite që jam shkëputur nga puna atje, por i ruaj kontaktet dhe shkoj shpeshherë që i vizitoj apo flas gjatë kohës, domethënë gjatë ditëve të ndryshme. Kështu që nesër do shkojmë tek festa e Klanit edhe kam menduar një veshje që do ja tregoj më vonë, por nuk isha geta. Tjetër çfarë mora? Sot na fillon edhe Bigu, është një ngjarje jashtëzakonshme dhe një gjë që mezi e presin të gjithë këtu në Shqipëri. Është një emision që kalojmë kohën edhe nuk është në ato nivelet që shikojmë në kanalet e tjera në shtetet e tjera, kështu që pse jo, për të më shoqëruar sot kam marrë këto patatinat nga Pringles edhe i mora me hot and spicy. Zakonisht i marr me sour cream edhe me qep, më duket. Pse sot tash ta marr këtë djegsen, se i kam shumë qef djegset. Kam marrë një miell Ola. Tani unë nuk gjej miellra që dua, është shumë e vështirë për t'i gjetur këtu te lagje, plus që përtoja të shkoja poshtë. Mora këtë miellin Ola, i cili ka proteinën 12.57 gram. Është në rregull për të bërë një recetë që do ja u tregoj pak më vonë. Kam marrë një sheqer, unë sheqerin e bardhë nuk e përdor fare në shtëpi, kafen e pi pa sheqer, por duke qenë se na duhet për recetën, dikush po na prish video. Një sekond. Adela na ndërprevi pak video, por do flas më vonë. Gjëja tjetër që kam marrë është një gjalp. Un kam gjalp fshati të mirë në shtëpi, por për këtë recetë na duhet një gjalp tjetër, më i thjeshtë edhe që të mos ketë krip, duke qenë se gjalpi tjetër që un kam në frigorifer është me krip. Ky na duhet pa krip. Këtë do e lëm jashtë në temperaturë ambienti, sepse na duhet i butë. Kam marrë gjithashtu edhe rrush të thatë. Çfarë recete do përgatisim? Shpresoj që të na dali, sepse është viti i tretë rresht që unë mundohem ta përgatis, por nuk ja kam dalë. Herën e parë nuk më ka dalë fare. Herën e dytë shihen e kishte fiks si panetone, do të thënë receta që do bëjmë është panetone, por kësaj radhe do përgatisim ndryshe. Nuk kemi mikser, do përgatisim me dorë. Sa do ja dalim nuk e di, është një sfidë për mua. Por nuk ka gjë, do ja dalim, si të na dalin ne do ta ham. Nuk kemi mikser. 2. Çfarë do thosha? Nuk do e bëjmë me maja, por do e bëjmë me tharm. Kjo është një sfidë, edhe nuk e di nëse do na dali apo jo, por jam e sigurt që diçka do bëhet. Kjo do jetë receta e kësaj videoje, do jetë panetone. Prandaj kjo video do zgjasi 2-3 ditë sepse panetone do atë procesin e saj dhe do kohën e saj. Tani tek fruta perimet. Se unë i bëj lëmsh, i fus të gjitha në një qese, duke qenë se nuk marr shumë në sasi, dhe i bëj të gjitha bashkë në një qese. Kam marrë majdanos që më duhet për drekën sot, do bëjmë një tavë me perime dhe me mish pule. Kam marrë speca jeshil, po i nxjerr këtu më mirë, që t'i kem për t'i futur në frigorifer. Kam marrë 3 kunguj të vegjël, kungulleshka. Kam marrë një patlıcan, që na iku dhe fatura. Kam marrë një patlıcan, herën e kaluar kisha marrë 2 sapun e këtij edhe më prishën në frigorifer. Kam marrë karrota të vogla dhe patate. Kemi dhe patate që do t'i vendosim tek shporta këtu në sirtar. Dhe këto ishin të gjitha. Tani, receta e parë që do përgatisim janë cake pops. Unë kam në frigorifer akoma pjesë të mbetura nga pandispanja e tortës që bërëm në formë peme, red velvet. Edhe kam parë një recetë shumë të lezetshme për Christmas që dua ta përgatisim bashkë dhe është shumë gjë e bukur ta përgatisni edhe me fëmijët tuaj sepse i pëlqejnë, kanë shumë sy edhe fëmijëve do ju duket shumë argëtuese për t'i bërë.
Ndërkohë unë kam vendosur muzikë Krishtlindjesh në televizor, edhe kam bërë edhe bukën me tharm. Kisha gjithë të ditë që nuk bëja bukë me tharm. Edhe pak më parë, receta e parë janë disa cake pops, me si pres t'i bëjmë, sepse dalin shumë të shijshme. Nuk e di nëse e mbani mend për Halloween, për pjesën e vjeshtës Halloweenit që bëra ato kumbujt e vegjël, që ishin me pjesët e mbetura të kekut, të një keku që kisha bërë që nuk e mbaj mend tani. Më duket keku të karotës që bëra, po, edhe dolën shumë të shijshme. Ato i përzjeva me krem pana, kurse këto do t'i përzjejmë me krem djathi. Do të na duhet çokolata e bardhë, kam marrë këtë të Neranzit që janë çokolatat e bardha. Kemi dhe këto sprinkles që janë për të zbukuruar ëmbëlsira të ndryshme. Unë këto ma ka bler mami në Greqi, më duket se keni në Lidl. Kudo nëse jetoni jashtë Shqipërisë, në Lidl keni nga këto. Po mund të gjeni edhe në supermarketet e tjera. Këto janë për bërësit, ndërkohë këtu kam edhe pjesët e Sa po përfundova recetën e parë, që janë këto cake pops. Në fakt mua më fik kamera dhe nuk është se e xhirova gjithë procesin, por do ja u lë pak më vonë klipin që kam bërë për Instagramin dhe mund ta shihni aty procesin se si unë e kam bërë. Ndërkohë unë i kam provuar, janë shumë të shijshme, edhe pjesa e kekut brenda, edhe çokolata e bardhë, i hodha këto nga lart që të zbukurohen. Edhe foton e bëra bukur te kjo vazoja këtu me një fjon goja vendosa dhe bëra tek ai këndi im i fotove atje. Ndërkohë unë bëra dhe pastrimin e kuzhinës me produktet e detergjenteve greke dhe më pëlqejnë shumë, vërtet lajnë shumë mirë edhe nëse më mbarojnë do t'i rimarr përsëri sepse janë shumë të mira. Kanë kaluar rreth 2-3 orë që kur unë po pushoj, edhe thash të çohem të presim bukën edhe të shikojmë se si do ketë dalë dhe të vazhdojmë me hapin e parë të përgatitjes së panetones. Tani të marrim një herë bukën, sepse nuk duhet ta lë më pa e vendosur në një qese që të na rije butë. Unë e kam mbështjellë me këtë peshqiri dhe tani është ftohur plotësisht. Kam bërë një bukë të vogël, duke qenë se unë jam vetëm edhe është mjaftueshëm për mua. Edhe bukën. Është edhe kërce kjo pjesa lart e korres, edhe duket shumë mirë. Po e lëm këtu për të fishuar, që nga mëngjesi është gjithë flluz nga brenda. Me ujë. Mira është t'ja shtoni me lugë në mënyrë që mos të ktheni gotën edhe t'ju ikje më shumë se ç'duhet ujë. Dhe ta kemi fix. Po, tani kemi fix. Do e përzjejmë mirë e mirë derisa ta tresim tharmën. Qënë se brumin e vendosëm dhe ta lëmë në vend të ngrohtë, do të thënë e futa brenda furrës që të ri ngrohtë atje, edhe që të na dyfishohet ose 3 fishohet deri nesër në mëngjes. Një ditë para gjithashtu duhet të përgatisim edhe masën aromantike që do t'ja shtojmë panetones në fund fare. Tani, në mënyrë që të na zbutet rushi i thatë, mund ta përzjeni me pak ujë të ngrohtë në mënyrë që të zbutet, dhe më pas do t'i shtojmë konjak. Unë dua që t'i shtoj pak alkool edhe është e mira t'i shtosh pak sepse i jep goxha
shije dhe aromë të mirë panetones. Do ja shtoj këtë që kam këtu, 1 deri në 2 lugë gjelle. Do e mbush pak të tasnin tani me ujë të nxehtë. Edhe do ta lëm 20 deri në 30 minuta që të zbutet rrushi i thakë dhe do bëjmë përzierjen me përbërësit e tjerë për shijen aromatike që do t'i shtojmë në fund. Mirëmëngjesi nga dita tjetër e vlogmas. Sot është ditë e diel edhe kemi një ditë super të bukur. Unë kisha qef që të dilja të pinim ndonjë kafe, por duke qenë se do dalë në darkë edhe tani para ditës duhet të merrem me disa punë këtu tek shtëpia, do rri në shtëpi, do bëj një kafe dhe do e pi në balkon, në dritën e diellit, është shumë ngrohtë. Edhe tamam si një ditë pranvere, nuk më duket fare se ditë dimri, më duket sikur po vjen pranvera, sikur po vjen vera, edhe nuk e di se ç'më ka kapur, që në televizor po vendos ato Summer Mix, nuk e di. Mua më pëlqen shumë dimri, por edhe deti është tjetër gjë. Doja t'ju tregoja pak se si duket brumi që ne përgatitëm dje, brumi i parë për panetonen. Kur e nisëm, ishte këtu, sepse më hiku ai llastiku tani, ka rënë aty brenda tek fura, edhe është 3 fishuar, po ta shikoni pak se sa është fryrë, edhe nuk e di nëse e dalloni dot, por janë gjithë flluska. Edhe tani do bëjmë pjesën e dytë të brumit të panetones. Tu ndava 3 të verdhat e vezëve, i kam vendosur tek tasi dhe do i bëjmë të gjitha gati, t'i kemi para syve që mos të harrojmë asnjë gjë. Na duhet 90 gram sheqer. Tani po marr dhe këto tasat që t'i kemi për sheqeri. Na duhet 90 gram sheqer. Dhe 100 gram gjalp. Gjalpi duhet të jetë jo i shkrir, as shumë i fort, por të jetë i butë, do me thënë ai sa ajo të shndrojë në dorë dhe mos të na shkrihet fare. Ne kur të punojmë brumin, duke qenë se unë nuk kam mikser, do vendos doreza sepse gjalpi shkrin nga nxehtësia e trupit tonë. Kështu që duhet të vendosim doreza në mënyrë që mos të shkrijë dhe të na prishet fare konsistenca e brumit. Gjalpin në një pjatë të vogël që ta kemi gati. Dhe na duhen vetëm 100 gram.
që ndriçimin e kam cop këtu te dhoma e gjumit, por do ju tregoja pak veshjen që do veshim pastaj kur të dalim, edhe çizme që më kanë ardhur këtu e 2 ditë. Në fakt unë kisha porositur një par çizme të tjera, por ishin shumë të larta, e kishin atë tipike atë takën katrore dhe unë jo se nuk i mbaja dot, por doja diçka praktike që nëse dua të dal një mbasdite për shembull, dua që t'i vesh dhe t'i jem rehat. Nuk dua diçka që ta marr ta vesh një herë dhe të më ngelen aty. Kështu që u detyrova, i ktheva dhe ditën tjetër më solla një par çizme të tjera që i zgjodha po ashtu vet. Janë këtu. Shikoni pak me këtë takën me maj, mua më pëlqeu shumë, takën nuk e kishin fare të lartë, janë të zeza, shkojnë deri tek poshtë gjurit pothuajse, edhe rinin shumë bukur në këmbë, nuk e ndjen fare takën dhe janë goxha të menaxhueshme dhe të rehatshme. Këtu janë të dyja këmbët, të dyja çizmet, edhe këto çizme do të veshim sot me këtë fustani këtu. Tani nuk e di ku e kam lënë atë varsen e rrobave që i kisha varur fustanin në mënyrë fustani. Kjo është fustan xhaket, është në ngjyrë ulliri dhe është shumë e bukur, ka edhe këto tokzat, këto kopsat këtu që janë në ngjyrën, prit ku më vajte janë të kopsave, që janë në ngjyrën gold. Ja, të zezë me gold. Edhe unë këtu e kam veshur edhe një herë tjetër para disa vitesh dhe nuk i kisha vendosur, domethënë e kisha veshur si fustan dhe nuk i kisha vendosur rip në mes. Mbase sot i vendos një rip në mënyrë që të më ri pak më mbas trupit, sepse ri pak e lirshme, domethënë jo të ri e ngushtë fare, dhe që ta dini, kjo xhaketa është e mami tim. Dhe mami im këtë e ka kostum, domethënë e ka bashkë me një palë pantallona ngjyrën të njëjtë. Por unë nuk do e vesh me pantallona, do e veshim në formë fustani. Ndërsa për flokët, zgjodha që të mos të bëj ndonjë gjë kush e di, wow, ti lija kaçurela apo të drejta, kështu që kam menduar t'i kref mirë, edhe të kap një topuz në fund, bukur, me një të vijë në mes, edhe kështu kam menduar. Për make-up si gjithmonë, me buzët ngjyrë kafe, të këto tonalitetet e tokës, do vendosim pak xhic tek syt, edhe që të jemi tamam për atmosferën e festave. Tani po iki të bëhem gati, sepse ora është 7:30 dhe në 8:30 do vi taksia të më marri dhe të më çojë tek lokali ku do mblidhemi. Të veçantë, do doja që mos më mërziteshit. Përshëndetje goca, jemi mbas 2 ditësh, sepse unë nuk e kam hapur kamerën fare edhe e kam bërë pushim. Do thoni jo çu bë me panetonen, si kalovi Anxhi tek festa e klanit, por të gjitha do ja u tregoj tani. Do ju tregoj që me panetonet kemi një dështim, nuk na doli ashtu siç duhet, edhe mendoj se disa gjëra kanë ndikuar. Unë tani sapo kam bërë një dush edhe thash të bënim rutinën bashk. Sot nuk do bëj atë maskën e jarova emrin e Skikoti, sepse e bëj vetëm një herë në javë atë. Edhe sot do vendos këtë serumin. Nuk e di se si kishte emrin dhe kjo, por që këtë serumin që unë po përdor gjithmonë, retinolin. Partje isha tek festa e klanit, siç edhe ja u të kam treguar, por thjesht nuk arrita që të flisja kur u bëra gati, nga që erdhi taksia edhe duhet të nxitoja që të dilja. Ja kaluam shumë bukur, kemi ndenjur deri në orën 2:30 të natës, sepse ishim shoqëri e madhe gjithë, domethënë që jemi bërë kur kemi qenë tek klani, edhe jemi super kënaqur, kishim 3 këngëtar të ftuar, 3-4. I pari ishte Ylli Limani, edhe zakonisht te klani gjithmonë e marrin Ylli Limanin, është i përvitshëm. Mbas ti erdhi Marcela Çipukaj, edhe ajo performoi me bandën e saj edhe kishin muzikë goxha të bukur. Tjetër në fund kishim vëllezërit Korçar, Endri dhe Stefi Prifti. Ata më pas vazhduan akoma, por unë u largova, domethënë, sepse shkoj goxha vonë, por jemi kënaqur, kemi kërcyer valle, kemi, domethënë, çdo zhanër muzike kërcimi. Kështu që ja kemi kaluar shumë bukur. Ditën tjetër unë kam qenë dietë, domethënë, kam qenë gjithkohës deri në orën 12 gati në gjumë, edhe më ka ikur dita
kot fare, se kështu është kur nuk e bën gjumin e natës siç duhet, e gjithë dita tjetër të ikën e lodhur dhe e raskapitur, sepse me thënë të drejtën nuk jam njeri që dal klabeve apo të dal darkave, mund të dal për një gotë të kthehem në shtëpi në 10-11 e shumta, por jo që të ri kaq vonë, edhe nga që nuk kemi mësuar me këto gjëra, ditën tjetër na kap vetëm gjumë. Sot thash të hap pa kamerën, edhe pse tani është dark, është ora 5 e ca e mbasdites, edhe thash të bëj një dush, të bënim rutinën bashkë, edhe t'ju tregoj edhe panetone se si ka dalë, dhe të bëjmë edhe mbylljen e videos. Tani po vazhdoj pak me rutinën, edhe do e hapim kamerën te kuzhina që t'ju tregoj panetonen e famshme, që më ka dalë tamam si kulaç me rrush. Ndihem shumë e zhgënjur nga vetja, por me thënë të drejtën, çdo gjë do atë të sajën, do miellin e saj, do gjalpin e saj, do mikserin e duhur, tharma nuk ishte, nuk e di, nuk besoj se e ka pasur fajin tharma, sepse ju e keni parë që unë përgatis edhe bukë me tharme dhe buka më del shumë e mirë, arrin të fryhet siç duhet, por me aq sa lexova ka ndikuar ëmbëlsia që ka pasur brenda, ka ndikuar çokollata, rrushi që është i ëmbël, edhe kjo e ndalon fermentimin e saj, me aq sa lexova, mos gabohem. Por unë nuk do ndalohem se u përpjekuri ta përgatis panetone, por nuk do e bëj prap tani, sepse është e kotë nga që mikser nuk kam, por them ta bëj dhe ta bëj me maja. Nuk e di nëse do e bëj apo jo, e kam dhe dy mendje. Në videon tjetër do kemi shumë receta të mira, krishtlindjesh, receta greke, dhe do dali besoj se një video goxha e lezetshme herën tjetër me recetat greke që do përgatisim së bashku. Tani po vazhdoj me këtë edhe shihemi te kuzhina me panetonen e famshme. Ju tregoj tani panetonen për të cilën më vjen shumë turp që ka dalë në këtë lloj mënyre, por ju betohem që dje kur e kam hequr nga fura ishte shumë e butë. Edhe e lash kokpor siç duhet lënë panetonia në mënyrë që t'i bjerë ai uji dhe të kulloj, dhe në mëngjes kur jam zgjuar ajo ishte bërë shumë e fortë. Imagjinoni, shikoni pak. Ai sa u fry, aq ngeli edhe gjatë pjekjes nuk i ndryshoi vëllimi, shihen e ka shumë të mirë, me thënë të drejtën, por shikoni pa nga brenda, nuk e di, ka ngelur si kulaç, nuk e di çka ka ndikuar. Më vjen shumë inat sepse kam hedhë gjithë ato gjëra brenda, është e shishme, mendoj se po ta ngrohësh pak del akoma dhe më e mirë, por më vjen shumë inat që nuk arriti të dilte kur të gjitha gjërat ja bën ashtu siç duhej, por më duket se është një recetë e dështuar nga çati, sepse nuk ja vlen ta përgatisësh sipas mënyrës së tyre. Kam parë dhe shumë video në YouTube nga pasticcier italian, dhe po thuajse e kishin njësoj recetën, por vetë ata e kishin bërë me maja, jo me tharm. Kështu, kjo ishte receta e dështuar nga ChatGPT-ja, që na mori lekët edhe të gjithë përbërësit kot, por nuk ka gjë, por nuk provove, nuk do mësosh, edhe që të dalësh në një recetë finale, mendoj se duhen bërë shumë prova derisa të arrish tek ajo që është e përkryera dhe që është receta finale, që pastaj përdoret gjithmonë. Unë nuk do dorëzohem derisa ta përgatis panetone dhe të më dali ashtu. Para se ta mbyll fare këtë video, doja t'ju uroja edhe gëzuar Krishtlindjen, kush e feston, po ja uroj me peshqiri në kokë, por kështu janë përditshmëritë tona edhe momentet reale dhe të drejtë për drejta nga jeta e çdo lloj njeriu. Ju uroj gëzuar Krishtlindjen, të festoni me familjet tuaja, t'ja kaloni sa më bukur, të keni festa të bukura dhe një vit sa më të mbar dhe të lumtur me shëndet dhe fat. Pafshim!